Pika e radhës, rendi ditës, ka të bëjë me miratimin e fushveprimit të komisionit. Pra, fushveprimin e komisionit e keni pranuar në email, aty janë të paraqitur në vija të trasha detyrat e këtij komisioni. Ky fushveprim i komisionit, pra, kërkohet që të miratohet këtu, pastaj do të procedohet në kryesinë e Kuvendit Kosovës dhe i njëjti do të publikohet në faqen e internetit të Kuvendit Kosovës. Detyrat e përcaktuara në këtë listë aktiviteteve janë në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me rregulloren e Kuvendit të Kosovës, po është mirë të diskutojmë këtu nëse dikush ka me propozu ndonjë ndryshim sa i përket fushveprimit. Unë e kam shqyrtu këtë listën e detyrave që i kemi të listuara këtu. Këtu nuk është që kemi shumë hapësirë të ndryshojmë për shkak se duhet jemi në përputhje me ligjin dhe rregulloren. Unë kam një propozim te pika e 5, është propozim për një ristrukturim të fjalisë në aspektin teknik, për shkak se si e tillë është e paqartë. Verzioni i shkruar që e keni pranuar me email thotë që mbikëqyrja dhe shqyrtimi i raporteve të audituara dhe raporteve të performancës për shpenzimet financiare të hartuara nga institucionet mbikëqyrëse të fondeve publike, agjencitë publike dhe ndërmarrjet publike të financuara nga buxheti i Republikës Kosovës. Është e ngarkuar si fjali dhe nuk është shumë e qartë se kush i harton këto raportet e audituara. Dhe lehtësisht mundet me u keq kuptu sikur që ndërmarrjet publike i hartojnë këto raportet e audituara. Dhe unë propozoj që kjo fjali të riformulohet dhe propozimi im është që kjo fjali të jetë mbikëqyrja dhe shqyrtimi i raporteve financiare dhe të performancës të hartuara nga institucionet, agjencionet dhe ndërmarrjet publike të financuara nga buxheti i Republikës Kosovës, presje të hartuara nga zyra kombëtare e auditimit. Pra, të vjet theksi që zyra kombëtare e auditimit është përpiluesja e këtyre raporteve të audituara. Pra, është vetëm riformulim teknik në mënyrë që të jetë e qartë dhe mos të kemi ndonjë lajthitje se kush i harton këto raporte. Po, deputet. Përshëndetje, kryesues, ka raporte financiare të ndërmarrura të caktuara publike që nuk hartohen dhe nuk shkruhen për zyrës kombëtare të auditimit, po për kompanive të ndryshme. Prandaj nuk është e mirë me kufizuar ndoshta veç për zyrës kombëtare të auditimit. Pra, ato raporte që auditon nga auditorët e jashtëm ne nuk i shqyrtojmë, është fjala vetëm për ato raporte të ndërmarrjeve publike që hartohen nga zyra kombëtare e auditimit. Pra, në këtë fjali këtë riformulim nuk ka ndonjë ndryshim, por ka vetëm një specifikim se kush i harton këto raportet e audituara. Dhe ajo çka ne mbulojmë me fushveprimin e këtij komisioni janë raportet e zyrës kombëtare të auditimit. Ka raste në ndërmarrje publike kur zyra kombëtare e auditimit mund të angazhojë kompani të tjera për të audituar në ndërmarrje publike dhe ne kemi për obligim i shqyrtuar ato. S'mundet me kry vetë ZK-ja, i angazhon auditor të tjerë për këtë punë, kështu që ne duhet të shqyrtojmë të gjitha raportet audituese për shfrytëzimin e parave publike. Kur të që i bën? Mirë, po proceduralisht ato neve na vinë si raporte nga zyra kombëtare e auditimit, apo? Po. Atëherë mundemi pra me lënë ashtu siç është, nuk është një problem. Dikush tjetër? Nëse nuk ka, atëherë po e hedhim votim ashtu siç është. Kush është për? Kundër s'ka, abstenim s'ka. Pra, miratohet fushveprimi i komisionit dhe si i tillë dërgohet kryesinë e Kuvendit dhe pastaj publikohet në faqen e internetit të Kuvendit të Kosovës. Vazhdojmë me pikën 4 të rendit të ditës, që ka të bëjë me iniciimin e procedurave për auditimin e pasqyrave vjetore financiare të zyrës kombëtare të auditimit për vitet 2024, 2025 dhe 2026. Tani
bazuar në praktikat e deritanishme, pra kërkohet që komisioni t'i kërkoj administratës, gjithsesht sekretarit kuvendit, inicimin e procedurave për përzgjedhjen e një operatori ekonomik që do t'i auditoj pasqyrat vjetore financiare të zyrës kombëtare të auditimit për vitet, tani kemi vitet 2024, 2025 dhe 2026. Normalisht viti 2024 do duhet jetë i përfunduar tashmë, po për shkak të mungesës së funksionimit të institucioneve vitin e kaluar kanë mbetë pa u audituar dhe rrjedhimisht tani duhet që në mënyrë sa më të shpejtë të mundshme të përfundoj auditimi për 2 vitet e kaluara, pra për vitet 2024 dhe 2025 dhe po ashtu operatori që do të zgjedhet do të jetë përgjegjës edhe për auditimin e pasqyrave financiare të këtij institucioni kur të përfundoj viti 2026. Pra ajo çka kërkohet prej neve është një miratim apo një leje për administratën që t'i inicoj këto procedura dhe mendoj që është e rëndësishme që këto procedura të fillojnë sa më shpejt dhe të përfundoj auditimi me kohë. E di që problem kryesor ka qenë mos interesimi i kompanive për shkak të buxhetit që ndahet për auditim. Domethënë sa është hapet ky konkurs nuk ka asnjë kompani që shpreh interesimin për me auditu. Ndoshta në kyta ka pasur ndryshime rreth buxhetit diçka, apo veç po vazhdoj me shpallje procedurave dhe e dim sigurt që s'do të ketë të interesuar për me auditu të tyra. Ka qenë problem i përsëritshëm tash sa vite që në këtë komision nuk ka asnjë kompani të interesuar me të dënë marrë me këtë. Shpenzimet për auditim mbulon nga buxheti i kuvendit dhe normalisht nëse paraqitet nevoja ne mund të kërkojmë, po presim rishikimin e buxhetit dhe mund të propozojmë shtimin e buxhetit në këtë pikë nëse na e pranojnë. Mirë po, deri në këtë pikë ajo çka varet prej neve është vetëm inicimi i procedurave, çështje tjera pastaj mbetet të shihen, nuk është diçka që mund të bëjmë kodër këtij komisioni këtë fazë. Me pyet, a është shtu buxheti, a është i njëjti? Është i njëjti çka qenë. Pra vazhdoj me procedura, si zëmë. Prej neve kërkohet sot me hap rrugën për mu inicu procedura. Çështjet e buxhetit nuk mund të marrin vendim këtu në komision, edhe pse mendoj që ka hapësirë të mjaftueshme brenda buxhetit për shkak se kjo procedurë bëhet prej madrave dhe shërbimeve dhe kuvendi, administrata kuvendit mund ka fleksibilitet për me mujt me realizu këtë procedurë të prokurimit. Nëse nuk ka dikush tjetër, po e hedhim votim pra kërkesën me këtë përfundim. Autorizohet administrata e kuvendit të ndërmarrë veprimet e nevojshme për thirrje të hapur për aplikim për përzgjedhjen e kompanisë audituese, e cila do të auditoj pasqyrat vjetore financiare të zyrës kombëtare të auditimit për vitet 2024, 2025, 2026. Kush është për? Kundër s'ka, abstenim s'ka, pra kalon kjo kërkesë dhe abstenim, po kemi një abstenim atëherë, po. Faleminderit. Pra me shumicë votave kalon kërkesa për të iniciuar procedurat për përzgjedhjen e operatorit ekonomik për auditimin e pasqyrave të ZKA-s.